Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Persona që konsumojnë vezë të zjera në mëngjes duhet ta dinë këtë sekret. Akoma jeni në kërkim për metodat më të shpejta për të humbur kilogramat e tepërt, ne ju sillim pikërisht këtë që kërkoni, dietën me vezë të zjera. Kjo dietë është vërtet efektive dhe ju ndihmon që t'i mbani kilogramat e humbur larg më gjatë. Veza e zjerë e ndihmon metabolizmin që të jetë më i shpejtë dhe kështu ju ndiqni më shumë i ndyrë. Gjithçka që ju duhet është të keni vezë dhe disa perime dhe fruta si edhe të pini deri në 8 gota ujë. Mund ta provoni për 2 javë dhe të shihni vërtet se sa kilogram ju do të arrini që të humbisni. Java e parë, e hëna, mëngjesi 2 vezë të zjera dhe 1 portokall apo citro. Dreka 2 feta me bukë integrale dhe fruta që ju dëshironi. Darka 1 fileto pule dhe sallat me perime të freskëta. E marta, mëngjesi është 2 vezë të zjera dhe 1 portokall apo citro. Dreka 1 fileto pule dhe sallat me perime të gjelbra. Darka 2 vezë të zjera, 1 portokall dhe gjithashtu sallat me perime. E mërkura, mëngjesi njësoj si në ditët e mëparshme. Dreka 1 domate, 1 fetë me bukë integrale dhe djath pa i ndyrë. Darka 1 fileto pule dhe sallat me perime të freskëta. E enjte, mëngjesi njësoj si në ditët e mëparshme. Dreka fruta dhe darka fileto pule dhe sallat e plot me perime të freskëta. E premte, mëngjesi njësoj si në ditët e mëparshme. Dreka 2 vezë të zjera dhe perime të gatuara në avull. Darka, peshk zgare dhe sallat. E shtuna, mëngjesi po njësoj si në ditët e mëparshme. Dreka fruta dhe darka fileto pule dhe perime të gatuara në avull. E diela, mëngjesi njësoj si në ditët e mëparshme. Dreka fileto pule, sallat me domate dhe perime të gatuara në avull. Darka, perime të gatuara në avull. Java e dytë, e hëna, mëngjesi duhet të jetë njësoj si në ditët e mëparshme. Ndërkohë, dreka, fileto pule dhe sallat, ndërsa darka, 2 vezë, sallat dhe gjithashtu 1 portokall. E marta, mëngjesi duhet të jetë njësoj si në ditët e mëparshme. Dreka duhet të jetë 2 vezë dhe perime të gatuara me avull, darka, peshk dhe pak sallat. Ndërkohë, të mërkurën, mëngjesi duhet të jetë po njësoj. Dreka njësoj si e hëna dhe darka njësoj si e hëna. E enjte, mëngjesi nuk është më e nevojshme të themi se është njësoj si në ditët e tjera. Dreka 2 vezë të zjera, perime të gatuara në avull dhe gjithashtu djath pa i ndyrë. Darka, fileto pule dhe sallat. E premte, mëngjesi po njësoj. Dreka, sallat me peshk ton. Darka 2 vezë dhe sallat. E shtun, mëngjesi po njësoj. Dreka, fileto pule dhe sallat. Darka duhet që të konsumoni fruta. E diela, mëngjesi po njësoj. Dreka, fileto pule dhe perime të gatuara në avull. Darka njësoj si dreka. Gjithsesi, para se ta filloni këtë dietë, këshillohet që të konsultoni fillimisht me mjekun tuaj. Këtu ne do t'ju prezantojmë me arsyet pse ju duhet që të konsumoni vezë çdo ditë. Vezët mbartin vlera të jashtëzakonshme ushqyese për shëndetin e njeriut. Sipas informacioneve, ato bëjnë pjesë në listën e 10 ushqimeve më të rëndësishme për organizmin. Vezët ofrojnë proteina të plota. Një vezë përmban 9 aminoacide thelbësore që përbëjnë shtyllat kryesore të proteinës. Këto acide nuk prodhohen dot nga trupi. Veza përmban 6 gram protein dhe gjysma e saj gjendet tek e bardha e vezës. Vezët janë gjithashtu të pasura me ushqyes. Një vezë vetme ofron proteinë cilësore, por edhe vitamina dhe minerale tepër të dobishme. Këtu përfshihet seleniumi, fosfori, vitamina B12
dhe antioksidantët të cilët i mbajnë qelizat të shëndetshme. Vezët ulin gjithashtu trigliceridet. Niveli i triglicerideve duhet të jetë i ulët për të patur një shëndet sa më të mirë. Vezët, veçanërisht ato të pasura me acide yndyrore si omega 3, duket se kanë aftësinë që të ulin nivelin e triglicerideve. Vezët ulin gjasat e shfaqjes së ishemisë. Studimi sugjeron se një vezë në ditë ul rrezikun e ishemisë. Vezët janë të mira për zemrën. Njerëzit të cilët hanë vezë rregullisht janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Ata të cilët vuajnë nga diabeti tipit 2 kanë një zemër të shëndetshme fal një regjimi ushqimor ku përfshihen edhe vezët. Studimet konfirmojnë se njerëzit të cilët hanë një vezë në ditë janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Vezët ngopin. Njerëzit të cilët hanë vezë në mëngjes ndihen gjithashtu akoma dhe më të ngopur gjatë ditës. Për llogaritë shkencore tregojnë se personat të cilët hanë një vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në drekë. Vezët për shëndetin e syve. Antioksidantët tek veza mbrojnë gjithashtu sytë dhe shëndetin e tyre dhe parandalojnë sëmundje të ndryshme. Antioksidantët gjenden edhe tek barishtet, por vezët janë një burim i mirë fal yndyrës e cila lehtëson përthithjen e tyre. Veza për një mendje të mprehtë. Vezët përmbajnë gjithashtu vitaminën D, e cila mirëmban shëndetin e trurit dhe komunikimin mes qelizave nervore. Për më tepër, vezët përmbajnë kolin, një vitaminë tërësisht e veçantë për shëndetin e trurit. Në qoftë se ju hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës shkakton gjithashtu përkeqësim të kujtesës. Dhe nga ana tjetër, vezët janë të mira pasi janë një burim i mirë i proteinave. Vezët konsiderohen si burimi më i mirë i proteinave. Konsumi i vezëve për mëngjes siguron të gjitha aminoacidet thelbësore që ne zakonisht marrim nga dieta e përditshme. Humbja e peshës. Vezët gjithashtu përshpejtojnë procesin e humbjes në peshë. Në qoftë se ju konsumoni vezë për mëngjes, atëherë veza siguron ndjesinë e ngopjes dhe kjo do të zvogëlojë rrezikun e ngrënies së tepërt, prandaj ndihmon në humbjen e peshës. Forcon sistemin tuaj imunitar. Vezët përmbajnë gjithashtu një lëndë ushqyese selene e cila përmirëson sistemin tuaj imunitar dhe rregullon hormonin e tiroides. Për më tepër, konsumi i vezëve për mëngjes parandalon infeksionet dhe gjithashtu ndërton një sistem të fortë imunitar. Mbron trurin tuaj. Vezët janë gjithashtu të dobishme edhe për trurin tuaj. Veza përmban lëndë ushqyese thelbësore të quajtur kolin, të cilat promovojnë shëndetin e trurit. Për më tepër, mungesa e kolinës rrit rrezikun e demencës. Gjithashtu vezët janë një burim i mirë i proteinave. Vezët konsiderohen si një burim i mirë i proteinave dhe konsumimi i tyre për mëngjes siguron të gjitha aminoacidet thelbësore që ne marrim nga dieta jone e përditshme. Ju mbajnë të ngopur për një kohë më të gjatë. Konsumimi i vezëve për mëngjes është i dobishëm në krahasim me bukën e thekur ose dritrat. Yndyra dhe proteina në vezë ruajnë nivelin e energjisë dhe ju mbajnë juve të ngopur për një kohë më të gjatë. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video
në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!